Jemi rikthyer në studio, po flasim për gjitha të reagim të opinionit publik që erdhi si pasojë shfaqjes së Robert Ndrenikës dhe artistëve tjerë në gjyqin e Erion Veliajt, për rolin që artistët kanë në shoqëri. Dua të ndalem tek një mesazh që më ka ardhur Lenci, do ta lexoj pak nga Ilir Kulla, i cili po na ndiqte, dhe më ka shkruar këtë mesazh. Kur u burgos në vitin 1982, Lirim Pëllumbi, oficer i Ministrisë së Brendshme, armik i popullit, vllai i Servet Pëllumbit, në atë kohë u braktis nga shumë njerëz të afërt dhe të largët që i kishte bërë ndere dhe të mira. Ndër të paktët njerëz që i shkonin ta takonin në burg, ishin prindrit e mi të cilët ishin ndihmuar në ditë të vështira nga Lirim Pëllumbi. Sot e kësaj dite jam krenar për prindrit e mi që ju gjendën në atë ditë vështirë një njeriu në fatkeqësi. Jeta e solli që tisha aty kur vdiq Lirim Pëllumbi në Siçili në vitin 1996, sot e kësaj dite krenar për atë kohë dhe prindrit e mi. Bravo Robert Ndrenika. Thot Ilir Kulla. Pra e ka atëherë ke busulla morale që po flisnin pak më parë. Meqense prandaj të kërkova pak më parë, pak çaste kohë, të bëja një digresion të shkurtër. Në ato gjyqet publike që bënin në pleniumet e tyre komunistët e Enver Hoxhës, viktima e radhës hynte në to kur ndodhte që nuk e dinte se çfarë fati e priste dhe ishte një si gjithë të tjerët. Në momentin që i jepej verdikti mbi të, ndaj tij largoheshin sikur ai kishte kolerën.